Qyteti i Sarandës do të pasurojë ofertën turistike me restaurimin e një prej monumenteve më të rralla të tij. Bëhet fjalë për sinagogën historike të qytetit, e cila është një nga sitet më të veçanta arkeologjike që do t'i nënshtrohet një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe një investimi të plotë. Lajmin e ka konfirmuar vetë Ministri i Turizmit Blendi Gonçja në rrjetet sociale, ku dhe ka ndarë pamje nga sinagoga e Sarandës. Gonçja i informon se ndërhyrja do të jetë gjithëpërfshirëse dhe do të përfshijë jo vetëm restaurim dhe konservim të monumentit, por dhe mbrojtje të mozaikëve, vendosje të një sistemi modern ndriçimi, përmirësim të infrastrukturës për vizitorët dhe të zyrës së informacionit. Ky projekt vjen si rezultat e një bashkëpunimi mes institucioneve, ku përfshihen Bashkia, Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit, si dhe Fondacioni Besa, që do t'i japë mbështetjen e tij. E ndërtuar në periudhën e vonë romake, sinagoga konsiderohet një nga më të mëdhat e zbuluara në rajon. Kompleksi daton nga shekulli 4 deri në shekullin e 6 dhe ndodhet brenda mureve të kalas mesjetare të onihizmit, duke qenë një dëshmi e gjallë e historisë së hershme të qytetit. Mendohet se brejt mbritën në territorin shqiptar që nga shekulli 2 dhe u vendosën në disa valë, pikërisht pas artësit e tyre që u vendosën në jug, rreth vitit 70 pas Krishtit, besoj se ndërtuan dhe këtë sinagogë. Sot sinagoga është një nga pikat më të vizituara në Sarandë. Aty zhvillohen dhe vizitat organizuara për nxënës dhe turistë, ndërsa mozaikët e saj unik ekspozohen për publikun në mënyrë periodike.